Dhe gjithashtu kërkesën e sotme që bizneset përmes odës ekonomike të Kosovës kanë pasur sa i përket shtyries afatit për të hyrë në treg të hapur të energjisë. Është kryetari i odës ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna me ne në studio. Zoti Lulzim, mirë mirë se keni ardhur. Mirë studio. Faleminderit shumë. Dhe në linjë direkte e kemi njosin dhe ekspertin e fushës së energjisë Adhurim Haxhi Musa. Adhurim, përshëndetje nëse na dëgjon. Përshëndetje, po dëgjoj, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që jeni në këtë linjë direkte me ne. Zoti Lulzim, e nisim me ju sot në orët e paraditës, keni pasur një takim edhe me zyrtar të ZRE-s, me të cilët keni kërkuar në këtë takim që të shtyhet afati sa i përket futjes së bizneseve, disa prej bizneseve në tregun në treg të hapur të fushës së energjisë. Përse keni kërkuar një kërkesë tillë? Po ishte një takim mes antarëve të odës ekonomike dhe zyrtarëve të ZRE-s, ishte kryetari i bordit, zoti Fezullah, që e falenderoj për mundësinë që kishte për ta gjetë kohën dhe për të ardhur për t'i dëgjuar drejt për drejt prej biznesit se cilat janë sfidat me cilat përballen biznesi, po edhe bizneset të informohen me planet e ZRE-s, për shkak se nuk ka ekzistuar një dialog më herët siç ishte ai sot mes ZRE-s dhe bizneseve për të pa se kur është koha më e përshtatshme. Dhe asnjë prej bizneseve nuk ishte kundërdaljes në tregun e lirë, mirë po vetëm ishte pyetja që se kur është momenti më i mirë, për arsye se tani nuk është koha dhe momenti që bizneset të kalojnë në një afat aq të shkurt prej 3 muajve në treg të lirë. Vendimi i ZRE-s thotë që gjitha bizneset që kanë 50 punëtorë të punësuar ose mbi 10 milion qarkullim të kalojnë në tregun e lirë prej datës 1 qershor. Dhe kërkesa e biznesit ishte që t'jipet një periudhë tranzitore, një kohë më gjatë, në mënyrë që ato të përgatiten minimumi 1 vit, për shkak që kanë shumë kontrata të lidhura dhe dihet që edhe zyrtari i ZRE-s ishte i mendimit që rryma nuk mund të gjendet me çmimin të cilën e kanë pas deri më sot, po në rrethonat për momentin që ekzistojnë jo vetëm Kosovë, por edhe në tregun evropian janë që çmimi i energjisë është më i lartë se sa ka qenë deri më tani, dhe kjo do të ketë efekt të drejtë për drejtë edhe në deri te produkti, deri te konsumatori, në ngritjen e çmimit të produktit. Dhe kërkesa e bizneseve ishte që na japni më shumë kohë që së paku kontratat e ardhshme t'i përgatitëm sipas çmimeve të reja. Dhe kërkesa jonë edhe ndaj institucioneve këto që janë për momentin e detyrë, po edhe institucioneve të ardhshme që të shtyhet për një vit mundësisht, nëse nuk ka mundësi që të shtyhet, së paku të gjendet një mundësi e subvencionimi, sidomos të sektorit prodhues, dhe t'i mundësohet biznesi që ta kaloj sa ma lehtë këtë sfidë. Po, dhe Adhurim, si e sheh këtë kërkesën e sotme të bizneseve, ku mund të jetë ndikimi ose afektimi më i madh? Mund të ketë afektim edhe te bizneset, por edhe pastaj edhe te çmimet e produkteve, ashtu siç e përmendi zoti Rafuna? Po padyshim se energjia elektrike është si input, bazë për shumicën e bizneseve në Kosovë, meqense burimet e ndryshme të energjisë elektrike nuk janë të bollshme në Kosovë. Për shembull, nuk kemi furnizim me gaz, nuk kemi furnizim me derivate tjera të naftës, domethënë energjia elektrike është një prej burimeve kryesore, energjia elektrike është një prej burimeve kryesore të energjisë, prandaj edhe secila ngritje që vjen e çmimit në furnizim energji elektrike, ajo transferohet një me thonë kështu, në çmime më të larta për shkak se ajo i rrit kostot e dëmit biznes, edhe në këtë mënyrë edhe ajo kosto transferohet te konsumatorët. Në fund, sipas teorisë ekonomisë, po edhe empirisë, në fund është konsumatori ai i cili e pagun ato, për shkak se këta e mbartin prodhues me drejtë e mbartin te konsumatorët. Po, ndërkohë, zoti Rafuna, në këtë takim të sotëm përpas kërkesës për ta shtyr këtë afatin, është okay për juve si odë edhe përcaktimi mënyra se si janë përcaktuar kriteret se cilat bizneset duhet tani të bëhen pjesë e këtij tregu të hapur të energjisë? Edhe kjo ishte një ndër ato temat që patëm mundësi me bashkëbisedu me ZRE-n, mirë po kjo prej 50 punëtorëve të punësuar ose 10 milion ishte kategori ligjore, dhe ZRE-ja nuk ka mundësinë dhe nuk e ka kompetencën për ta ndryshuar këtë. Ne kemi adresu kërkesën tonë që t'i kemi institucionet dhe ju kemi bërë thirrje dhe shfrytëzoj rastin edhe tani përmes emisionit juaj dhe mediumit juaj t'ju bëj thirrje gjitha partive politike që në afat sa më të shkurt të mundshëm t'i kemi institucionet e plot fuqishme në mënyrë që të kena mundësi për me adresu kërkesën tonë që të bëhet një ndryshim ligjor, një dispozite se nuk është e drejtë që të përcaktohet numri prej 50 punëtorëve. Kemi shumë biznese të vogla ose startupa të cilët sa kanë filluar dhe ata i kanë të punësuar 50 punëtorë.
Mirë po për ata do t'ishte ndoshta edhe mbyllje, se barë rand po se po ndoshta edhe mbyllje se nuk do të kanë si kapacitete njerëzore, po edhe kapacitete financiare që të mirën me çështjen e bursave t'i gjejnë furnizues të energjisë elektrike. Dhe kërkesa jonë ka të bëjë që si odë ekonomike që kjo mos tjetë këto dy kushte, ato që përcaktojnë se cilat bizneset të dalin në tregun e lirë, mirë po të gjindën një formë e konsumit, të caktohet bashkë në koordinim me bizneset, ZRE-n dhe gjitha institucionet tjera në si tem një limit i një sasi së shpenzimit të energjisë elektrike dhe mbi atë limit ato biznese që shpenzojnë të dalin në tregun e lirë. Kjo do të ishte më fair, më logjike dhe më e drejtë. E jo kushtet që në vendos, ne jemi të vetëdijshëm që disa vende të Bashkimit Evropian ekzistojnë këto dy kushte, mirë po ne ende nuk e kemi arrit atë nivel të zhvillimit dhe atë nivel të furnizimit me si them pe konkurrentëve të ndryshëm me energji elektrike që të shkojmë me këto dy kritere. Dhe zoti Rafuna, a jeni informuar ju për mënyrën se a kanë qenë pjesë e këtyre konsultime dhe bizneset kur janë përcaktuar këto kritera, apo nuk keni qenë fare njohuri? Shiko, këto kritere sipas zyrtarëve të ZRE-s janë përcaktuar në vitin 2017, kur ka fillu procedura për t'i vendosë bizneset në tregun e hapur. Mirë po kjo shty, ko pas ko shty dhe nuk është bërë shumë diskutime, nuk ka pas shumë diskutime, më pas pandemia, ka pas si tentativ mas pandemis, aq sa sot informova, une prej sonë nodën ekonomike jam prej viti 2022, aq sa pa ta mundësi, mirë po ndërkohë kjo është lanë si në heshtje. Dhe tani në fund të shkurtit është vendosën, ose para 2 jave, është vendosën që bizneset prej një qershorit të dalin në tregun e hapur. Dhe kjo ishte që nuk ka pas një dialog dhe nuk ka pas një konsultim. Sidomos tani kur kjo po koincidon me që si kemi institucionit, i sot se ki një komision për ekonomi dhe energji brenda Kuvendit Republikës Kosovës, ku mund është me adresu kërkesin e biznesit, ose e ki një ministre të ekonomisë cila thotë unë jam në detyrë dhe nuk e kena mundësin që të adresojmë ligjet, ashtu është, si pas lisacionit ata nuk mund të adresojnë ligje. Për këtë arsye kërkesa jonë është që të shtyhet dhe sa ma shpejt i kemi institucionet që të mirë se, shikoni, këtu nuk po bëhet fjalë vetëm i vendos bizneset edhe me një kosta më të lartë. Ne thamë që produktet e Kosovës nuk do të jenë më konkurrente me produktet e importura. Ne biznesin e kemi në hapat e parë, prodhimtarin këtë rast. E kemi në hapat e parë të zhvillimit dhe ne ende nuk e kemi arrit që ta kemi eksportin 1 miliard, ndërsa importojmë 6 miliard. Deficitin tregtar ne mbulojmë vetëm me 17%. Kështu që duhet të kemi shumë kujdes me këto biznese si janë hapat e parë dhe në vend që të ndihmohet, ne vetëm sfidojmë po kundër shumë sfidave tjera të cilat i kanë, siç është mungesa e fuqisë punëtore e pa kualifikuar dhe këtë fuqi punëtore që e kemi është jo në përputhje me kërkesat e tregut. Shto këto reforma në sistemin e shëndetësisë, në sistemin e sundimit ligjit e kështu me radhë. Për këtë arsye, kërkesa jonë është që të kemi shumë kujdese mundën me hub tregun e brendshëm, për mos mi u bë ballë produkteve të importura, po që është me keqja një treg të huaj që kanë fituar me shumë mund, me shumë sakrificë mund të humbin shumë letë për arsye se në rast se paralajmërojnë blersin e tyre jashtë Kosovës se çmimi do të rritet, atëherë ata do të jekin dorë për produktit Kosovës dhe çka ne kemi humb një treg, e kemi të kurrë prodhimtarin tonë dhe do ta shtojmë konsumin e importit se konsumi kjo popullat jemi, na do të ushqemi 3 herë mos të maksimumi, po brenda rregullave praktikës 3 herë në ditje. Kështu që do të linë kërkesa, do të shtohet kërkesa për import, ndërsa për prodhimin tonë do të shkënduke utkur, do të rritet papunësia, do të kemi një inflacion dhe kështu me radhë. Po, dhe adhurim si një si fushës së energjisë, e shetë gabuar këtë formën se si është përcaktuar mënyra se cilat bizneset duhet të hedhën në treg të hapur të energjisë dhe a konsideroni që mund dëmtohen disa biznese ashtu siç po thotë zoti Rafuna, mund të ketë edhe falimentim bizneseve? Këto kriteret që janë 50 punëtore, 10 milion euro janë duken sikur se kritere shumë arbitrare të vendosta jo në bazë të studimeve të caktuara. Masandaj është shumë e rëndësishme dhe këtë jo vetëm që nuk e bën dallimin në cilin sektor, për shkak se 50 punëtorë në sektorin e përpunimit metalit konzumojnë shumë më shumë kompanitë, po flas për kompanitë, konzumojnë shumë më shumë energji elektrike se sa 50 punëtorë që punojnë në sektorin e IT-s, ose nëse ata janë në startup-e, sikur që u përmend pak më parë edhe prej zotëri Rafunës, faktikisht duhet me ekzistu forma të tilla apo të ndryshme të diskriminimit pozitiv që njërin apo tjetrin grup mund është me liru tjetrin ndoshta edhe me ngarku. Mirë po e gjitha kjo faktikisht është
kjo është me thonë kështu një vazhdimësi një politike e cila nuk bazohet në informata, nuk bazohet në dhëna, masanej mbi gjitha është edhe një vendim shutëseke ma herët i cili është marrë 2017, në 2018 trendet janë zhvillu, nuk mujna me përdor njëjtat kriteri për me bë këtë diskriminim, domethënë ose këtë formë se si dojna me i hap bizneset. Mirë po mos harrojmë edhe në diçka që na po flasëm për rritjet kostës, mirë po harrojmë një diçka që ne kemi një sistem elektroenergjetik i cili është në prag të kolapsit. Prandaj a duhet me i bë duhet me i bë disa lëshime, dikush duhet me pagu një çmim të kësaj, për shkak se është që një kohë gjatë që faktikisht sektori elektroenergjetik vuan nga mungesa e investimeve, vuan nga mungesa e zgjerimit, modernizimit tij. Prandaj mos harrojmë se duhet ta kemi parasysh edhe sektorin elektroenergjetik, për shkak se këto ankesa të cilat po i drejton në zotëri Rafuna vijnë tash edhe qytetarët mund t'i ofrojnë të thënë, po kjo është çmim shumë i lartë, ne nuk mund ta paguajmë. Mirë, po mos harrojmë edhe një diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është se ne nuk po analizojmë absolut cilat janë kostot e mungesës së energjisë elektrike. Edhe tashti në rast se konsumatorët, në rast se dalin bizneset në tregun e lirë, edhe aty një ju garantohet 100% furnizim energji elektrike, çka edhe unë në ata dyshoj që ajo do të garantohet për shkak se ne kemi fyta të ngushtë në sistemin elektroenergjetik, në transmision ashtu edhe në distribucion, masandej këtu hapën në disa varë tjera, të cilat ndoshta edhe vetë bizneset nuk janë të ditë, po edhe vetë ZRE-ja nuk është të ditë për shkak se do të hapën probleme të reja, çka nëse rryma e cila është blej, është importu, faktikisht është blej nga një prodhues i huaj me cilën ti ke kontratë. Kur të vjen energji elektrike në kufim me Kosovën, nuk mundet me u bartë te konsumatori. Atëherë kush do ta paguajë, do të bartë faktikisht do të bartë në tarifa më të larta për konsumatorë tjerë. Janë një seri e madhe pyetjeve, cilat nuk janë adresu absolut, edhe prandaj unë besoj që është e drejtë me u kërku, me u shty ky vendim, mirë po jo me u shty, ndoshta është edhe mirë kjo me u dhënë hapësim pak bizneseve për me u përgatit, për me zgjedh teknologjitë, për me bën ndryshime e nevojshme teknologjike të proceseve të prodhimit, edhe të riorganizimit të punës. Mirë po është shumë rëndësi që faktikisht edhe rjeti sistemi elektroenergjetik, ato që ka në dorë KEC-i, edhe ato që ka në dorë KOS-i, edhe ato me u përgatit për shkak se energjia elektrike që importohet, kontratën që ka bën një biznes me konsumu energjinë elektrike, ajo duhet me u garantu për shkak se në fund shtrohet pyetja se kush do të jetë ai i cili do ta bëj barën apo kostën e mungesës së ndërprerjeve të energjisë elektrike, ndërsa energjia elektrike nuk do të konsumohet, mirë po ajo duhet me u pagu, edhe faktikisht kush do ta kompenzojë ato. Domethënë janë pyetje një seri e madhe pyetjeve të cilat absolut nuk janë adresuar, mirë po janë ato shku sy mbyllaze, çorraze që thot populli, edhe jemi duke hyrë në një politik, me një ndryshim për efektet e së cilës absolut nuk jem të vetëdijshëm. Po, dhe zotin Rafuna, këto që po i përmend adhurimi, a do në kupton tani që shumica këtyre bizneseve ku dalin treg të hapur do të përballen me çmime të larta të energjisë apo ende ka paqartësi rreth kësaj situate? Ne është shumë e qartë që ata do të përballen me çmime më të larta, se sa që kanë qenë këto. Mirë, po janë edhe sfida tjera që i përmend adhurimi, është prapë shqetësuesit e biznesit dhe nuk e kanë sigurt se sa do të kenë mundësi furnizues që janë të licencuar sot, mi ofru sasit e energjisë elektrike dhe atë pandërprerje që thamë. Për shkak se nuk kem, sipas ZRE-s janë 19 kompani të cilat janë të licencuara për furnizim me energji elektrike, mirë po ata e kalkulojnë duke marrë për bazë dhe marrëveshjet të cilat ekzistojnë me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë, që furnizues që operojnë në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, në mënyrë reciproke kanë të drejtë që të ofrojnë furnizim edhe në Kosovë. Edhe në këtë farë varianti, në këtë kombinim ZRE-ja thotë që ne kemi numër të mjaftueshëm të furnizuesve të licencuar. Mirë po, një i Shqipërisë do ta ketë prioritet Shqipërinë apo do ta ketë biznesin e Kosovës, shembull, ose të Maqedonisë. Tani më pas, në Shqipëri, për shembull, ne jemi dëshmitar që ka subvencione të mëdha. Ani pse Shqipëria i ka qitë në tregun e lirë me herët biznesit. Mirë po, i ka subvencionu dhe dikon si rreth 600 milion, nëse nuk jam gabim, sot, siç u potencuar nga ana e biznesit ZRE-s, shuma që Shqipëria ka subvencionu çmimin e energjisë elektrike për bizneset që mos jetë ngarkesë. Kurse te ne nuk potencohet që do të ketë subvencionim, te ne shumë e thjeshtë, për një qëshorit i derë në tregun e hapur. Ka lëvizje të çmimit,
edhe kush nuk merret me ty. Dhe kjo është ajo që biznesi po kërkon që ta kemi së bashku, se një vendim më së miri implementuar kur të gjitha palët, cilët janë palë implementuesit të atij vendimi, dakordohen për kohën se kur duhet të implementohet. Dhe siç e thash, bizneset përgatitin plane financiare në afat shkurt, në afat mesëm, në afat gjatë. Dhe ti thush brenda 2-3 muajve që do dash treklir dhe ta ndryshon komplet pasqyrën financiare, ti atë biznes se falimenton. Dhe kjo është arsyeja që SPAK-u fillohet me një vit fiskal ose me një vit financiar, të prehet data së bashku, se asnjë nuk ishte që të jenë kundër daljes në tregun e lirë, mirë po hajde të ulëm së bashku ta gjejmë kur është momenti dhe kur është data dhe mos ta shtyna me tutje. Po, atëherë, zonë Lulzim, faleminderit që ishi sot të ne në studio. Faleminderit. Ndërkohë, adhurim, do ta vazhdojmë edhe pak diskutimin me ty sa i përket edhe çështjes së tarifave dhe kërkesës dhe propozimit nga ana e ZRE-s për tritur çmimin e tarifave të energjisë për 15%. Adhurim si ekspert i fushës së energjisë, pse mendon se po arritëm deri te kjo rritje e çmimit të tarifave të energjisë? Ashtu vetëm ta përsëris pakës vetveten. E gjitha kjo është rezultati i mungesës investimeve në 25 vitet e pas luftës, po themi kështu, nëse ndërprejmë kohën, edhe themi prej 99-s e tutje, faktikisht fillon koha jon atëherë, një 25 vitet e kaluara nuk ka pas investime thelbësore, domethënë që bojnë ndryshime të prekshme në sistemin elektroenergjetik. Tashti, nëse e marrim atë çka kemi sot. Faktikisht, ajo çka kemi sot, gjitha pajisjet, gjitha impiontet gjeneruese të transmisionit, po ato të distribucionit, faktikisht janë jashtë ciklit tyre jetësor. Domethënë, kostoja, domethënë investimi i tyre faktikisht është kthy ndoshta me dekada më parë. Ne i shfrytëzojmë ato, edhe pse ato nuk duhet të shfrytëzohen për shkak se nuk janë të besueshme, nuk mund të mbështetemi në to, nuk na garantojnë ato faktikisht furnizim qëndrueshëm energji elektrike. Ekonomitë moderne, shoqëritë moderne faktikisht kanë furnizim qëndrueshëm me energji elektrike. Kjo është ajo pjesa e parë cilën na duhet ta pyesim. Pjesa tjetër është tani sa është i pagueshëm ai çmim. Prandaj këtu janë një parametër i cili është marrë është marrë në analiza për bazë, i vetmi parametër është ai çmimi duhet të jetë i pagueshëm për konsumatorët, pa marrë parasysh cili është furnizimi me energji elektrike. E kjo është faktikisht politikë e gabuar për shkak se po flasim tash për bizneset faktikisht përballen me ndërprerje të mëdha të energjisë elektrike. Faktikisht mungesa e investimeve të kaluamën na bllokon neve, na jep edhe na cungon shumë në gjetjen e zgjidhjeve shumë më kreative, shumë më eficiente, shumë më produktive për me adresu sikur për shembull punën e hapjes së tregut ose domethënë faktikisht futjen në treg të kompanive të mëdha, po edhe jo vetëm kompanive të mëdha, mirë po edhe të ekonomisë shtëpiake. Prandaj e gjitha kjo është rezultat i optimizimeve të gabuara në të kaluamën, optimizime të cilat e kanë pasur për bazë vetëm çmimin në kosto të ardhmës së sistemit, në kosto të investimeve edhe në kosto të modernizimit të sistemit elektroenergjetik. Tash gjendemi me një sistem i cili është në kolaps, është i kolapsuar, faktikisht ne vetëm e mbajmë edhe gjitha këto lëvizje që bën sot, edhe kjo puna me liberalizimin e tregut për konsumatorët e mëdhej, edhe kjo nuk është kur gjë tjetër por pas një përpjekje për me bën një zgjidhje afat shkurt, mirë po në asnjë formë nuk është zgjidhje afat gjatë. Për shkak se unë e thash edhe pak më parë, se problemi është se nëse i hapim ne tash këta konsumatorë, po flas këtu për konsumatorët industrial, për kompanitë e mëdha, po e marr kështu një shembull shumë thjesht. Kem një kompani X në Kosovë, e cila e ka ble energjinë elektrike, po supozoj në Hungari. Edhe faktikisht kompania hungareze prodhon energjinë elektrike dhe e bën deri në Kosovë. Po supozoj e bën deri në Obiliq. Prej Obiliqit kompania gjendet në Ferizaj dhe duhet me marrë dhe me konsumu energjinë elektrike në Ferizaj. Në Obiliq thuhet nuk ka mundësi me shku energji elektrike në Ferizaj për shkak se kemi një fyt të ngushtë dhe duhet me ndërprej energjinë elektrike. Faktikisht, energjia nuk do të prodhohet më në Hungari për shkak se sistemi do të më barazohet, domethënë ajo që konsumohet do të më edhe barabartë edhe duhet me u prodhu. Energjia nuk prodhohet, mirë, po kostoja për to duhet me u pagu. Kush ka me pagu këtë kosto? Faktikisht janë një seri e zgjidhjeve cilat neve i kishmi pas, neve nuk i kemi ndicodit për shkak se
nuk kemi bën investime me kohë, nuk e kemi modernizuar sistemin elektroenergjetik me kohë, prandaj edhe në ditë sotet jemi shumë të cunguar në opsionet që i kemi në dispozicion. Po, megjithatë adhurim që prej vitit 2017 sa e përket këtij liberalizimit të tregut ka pasur një vendim i cili në vazhdimsi është qyrë sa e përket futjes së bizneseve në treg të hapur. A ishte ndoshta ky momenti i fundit kur do duhet të bëj përkundër këtyre sfidave që i përmendi dhe këtyre problemeve? Shiko, tash në ekonomi, kur të mojmë një prej ligjëratave të para që e mbojmë me studentët është që ne faktikisht duhet t'i koordinojmë dy elemente thelbësore. Në një anë ato që i kemi mundësi cilat janë, edhe në anën tjetër janë dëshirat tona. Të gjitha këto, të dyja këto ne duhet mi përputh. Nëse dëshirat edhe mundësit nuk përputhën, atëherë faktikisht ne nuk mujna me marrë një vendimarrje, nuk mujna me marrë një vendim optimal. E njëjta është edhe këto. Dëshira për me i liberalizu, ose për me i qitë në tregun e lirë, këto kompani me mundësit unë besoj që nuk përputhën, prandaj edhe duhet me prit edhe pagës kohë, mirë po çka është edhe shumë me rëndësi është që duhet me fillu sa ma herë që është e mundur me u investu në sistemin elektroenergjetik, në rrjetin e transmisionit, në rrjetin e distribucionit. Domethënë, investime të mëdha, cilat faktikisht kërkojnë edhe ato në anën tjetër nuk kërkojnë tjetër përpos se një rritje të tarifave të energjisë elektrike, për shkak se investimet që bëhen ato edhe duhet me u kthy, mirë po ato nuk do të bëhen në forma, domethënë nuk do të ketë ngritje shumë mëdha, vetëm ja formë se çysh na kemi mundësi faktikisht me i shmang rritjet e ardhshme që na presin në vitet e ardhshme, është nëse ne e zgjerojmë, e modernizojmë rrjetin energjetik, domethënë distribucionin e transmisionin, investojmë në një sortë të mendshëm, edhe hapum tregun dal nga dal, duke i dhënë sa më shumë elemente një tregu të lirë, ku faktikisht në fund të fundit ideja do të ishte që secili konsumator për çdo orë me pagu një çmim të ndryshëm, i cili e reflekton në kohë reale kostën e sistemit elektroenergjetik ose kostën e furnizimit. Kjo duhet jetë jo vetëm për bizneset, po duhet jetë edhe për secilin konsumator i cili te shtëpia vet është duke e zi gjellën aty. Domethënë, kjo duhet t'i trajtojnë duhet të jetë një trajtim i barabartë. Pjesa tjetër ku industria faktikisht gjeneron vlerë, biznesi gjenerojnë vlerë shtesë që kanë domethënë efekte anësore pozitive, punësimit, rritjes së besueshmërisë sociale, gjitha këto faktikisht duhet mi përdor si argumente që i përmendi pak më parë zotëri Rafuna, që qeveria, institucionet përgjithëse faktikisht të ofrojnë programe të ndryshme të subvencionimit, mirë po jo në kostet të sistemit elektroenergjetik. Sistemi elektroenergjetik nuk është një sistem i cili duhet më përdor për me ofru politika sociale apo politika ekonomike. Sistemi elektroenergjetik mundet me garantu vetëm, duhet faktikisht me u ndërtu vetëm në bazë të politikave energjetike për shkak të themi kështu limiteve teknike që i kemi aty. Po, dhe adhurema mund theme që ky çmimi i energjisë që do ta kemi tani vazhdim mund të jetë edhe si pasojë atij subvencionimit që qeveria e bëri ndaj pajisjeve dhe tani këtë vendim e paguajnë bizneset, apo si sqarohet? Po, pashti kjo është ajo problemi që çdo vendim që merret qoftë qeveria, qoftë institucion tjetër përgjithësi që është, që merr edhe faktikisht ka efekte anësore në sistemin elektroenergjetik, ajo faktikisht çon në deformime cilat janë deformime, domethënë çdo herë janë deformime të këqija, në deformime të sistemit. Edhe një prej tyre është subvencionimi PZ nuk ish dasht me e ndiku këto në bazë të asaj se si ata i kanë planifikuar ato subvencionime. Mirë po, thirrja, ideja se po ja vlej ka faktikisht kur dikush është subvencionu, ka kalu, po supozoj pe një kaldoje me rrymë në një kaldoj në këto pajisjet e klimat që po ju thuhet në gjuhën popullore, atëherë faktikisht është po atë që ka marrë lirë, pas të nevojën me pas stufën me dru apo shporetin me dru, po mojsha edhe me këto klimat me unëzej. E si rjedhoj e kësaj ka ardhur një frymë e re, ku mënyrë rekordin në shije, domethënë faktikisht kur t'i shohim në shtëpitë, nëse i vrojtojmë ato, ne shohim që mënyrë eksponenciale kemi ngritje të klimave të instaluara nëpër shtëpi. E gjitha kjo faktikisht çka ka shkaktu kjo? Ne përderisa i kemi përdor drujt, i kemi djeg për me ungro,
domethënë energjinë që e kemi fituar nga djegja e drurit, e kemi kthy gjithë atë energji faktikisht e konzumojmë, e marrim nga sistemi elektroenergjetik. Vetëm një ta kemi të qartë. Qoftë para luftës, që themi, para 99-s, ose në ish Jugosllavisë, do që ta quajmë, po edhe në vendet evropiane, për shembull Zvicër, Gjermani, Austri dhe vende tjera, nuk është e mundur me kaluti nga një burim i ngrohjes në burimin tjetër, pa kërku leje nga komuna, pa kërku leje nga, në këtë rast për shembull Keci, për shkak se Keci ban planet afatgjate të ngarkesës. Prandaj, nëse një shtëpi o kanë të ungro me dru, edhe tash ka kalu me ungro me energji elektrike, me rrym, duhet pa tjetër mu informu Keci, edhe Keci duhet më ta dhon leje. Nëse ai nuk ta jep lejen, ti nuk mundesh me dal me ungro me energji elektrike, për shkak se është sistemi elektroenergjetik, jem kufizimet, limitet cilat i ka ajo, cilat nuk ka mundësi me mbështet një kalim tillë. Ndërsa, çka ka bë qeveria, çka ka bë Ministria e Ekonomisë, e ka subvencionu këtë kalim. Prandaj kjo është total e gabuar, është total për shkak se nuk është marrë parasysh absolut edhe e kalumja jonë me cilën na kemi jetu deri në 99-ën, e besoj ndoshta edhe mas 99-ës kemi jetu, ne e dim shumë mirë që para luftës nëse ta kanë zonë një termo që i kena thonë të shtëpia me energji elektrike, ke marrë dënim shumë të madh, ke marrë. Pse u bë kjo? Për shkak se sistemi elektroenergjetik nuk është i ndërtuar për ngrohje, ai është i ndërtuar vetëm për nevojat e caktuara të familjeve, edhe disa biznese të cilat kyçen në rrjet më të lartë. Prandaj, me thonë kështu, është shumë e udhës ose e domosdoshme që Kosova e ka momentumin tashte që të merr vendime jo popullore, në kuptimin që ti shty proceset e investimeve përpara, si në KEDS, si në rrjetin e shpërndarjes, si në rrjetin e transmisionit, po edhe investimet në burime të reja gjeneruese, për shkak se kemi gjenerim të mangët. Faktikisht neve kërkesa na shkon deri në 1500 megawatt-orë, ndërsa kapaciteti i gjenerimit vendor nuk e ka përcen 900 megawatt-orë, domethënë 600 megawatt-orë duhet me importu. Kjo është e tepërt, jemi shumë të varur nga importet nga vende tjera. Varësia energjetike është edhe tregon edhe fragilitetin, me thonë kështu, të sigurisë kombëtare të Kosovës. Prandaj duhet me u përdor ky momentum, duhet me u përdor kjo krizë energjetike që të harrojmë të kalume, të investojmë sa më shpejt, edhe të investojmë në një sistem modern, të zgjerojmë kapacitetet. Mirë po, e gjitha kjo duhet të më përcjell me elemente tregu, duhet të hapum tregun, duhet të hapum elemente, karakteristikat e tij, siç e ceka pak më parë, me tarifa dinamike, të cilat e pasqyrojnë në kohë reale kostën e furnizimit me energji elektrike. Po, dhe adhurim të gjitha këto që i përmendet, e kërkojmë politika pak më afatgjata, me gjitha shqiptarëve ditëve të fundit u intereson vetëm nëse faturat e tyre do të vinë më të rritura apo më të ulta. Tani si mund të ndalet ky propozimi i zërejës, si tashmë është hedhur edhe në konsultim publik? Do të ketë komente nga palët e interesit, po megjithatë ndoshta do duhet të ishte dora e shtetit, një subvencionim nga ana e qeverisë për ta ndalur këtë rritje, apo jo? Qeveria mundet me marrë çfarë do lloj vendimi, mirë po kjo rritje faktikisht duhet me u bë, për shkak se përndryshe e deformojmë hala dhe më shumë, po nuk mund të jap deklarata populiste, mirë po duhet të jem shumë i drejtë për drejtë, domethënë është gabim tepër i madh me u subvencionu faktikisht tarifat e konzumit të energjisë elektrike, për shkak se nisë do të thoja pse s'po shkoni me e subvencionu bukën, pse s'po shkoni me subvencionu kripën, apo ku ta dijoni një produkt tjetër cili është bazë për jetë, domethënë pse sistemi elektroenergjetik, pse energjia elektrike duhet me u subvencionu patjetër. Shikoni, familjet normale në Kosovë faktikisht harxojnë energji elektrike, po flas kështu nëse e konzumojmë në mënyrë racionale energjinë elektrike 50 deri 70 apo 100 euro në muaj. Mirë po, benzinë, dizel, edhe parafarsisht është shumë e njëjtë e cila sillet, domethënë është një rezervuar ose dy rezervuar në muaj që konsumohen. Prandaj pse duhet me u subvencionu kjo pjesa tjetër ju? Duhet me kuptu këto që sistemi elektroenergjetik është shumë më kompleks se sa prodhimi çfarë do produkti tjetër në vendin tonë. Është e gjitha nënkupton ndërlidhje edhe koordinim në kohë reale të secilit hap. Përderisa na flejmë gjatë natës
ka njerëz që punojnë qoftë në kek, në kost, edhe në ket që punojnë të natën 24 orë për me garantu që furnizimi me energji elektrike me kënd stabil. Nuk është e njëjta me produkte tjera, domethënë kjo është një sistem shumë kompleks, prandaj edhe duhet me pas në kujdes në forma se si subvencionojmë edhe cilat janë nxitjet që ne ja vapim njerëzve se si me konzumu energji elektrike, sa me konzumu edhe kur me konzumu. Prandaj është shumë e rëndësishme që duar të largohemi nga sistemi elektroenergjetik, mos e bëjmë politika populiste, mos e bëjmë politika sociale, as ekonomike me sistemin elektroenergjetik, po t'ja lëmë ato vetëm politikave energjetike. Ato vetë kujdesen t'i japim elemente të tregut, të cilat na lejojnë faktikisht reduktim ose ulje të kostës ose sistem eficient. Tash eficienca nuk kupton koston minimale të mundshme që mundet me ofru një sistem elektroenergjetik. E ato faktikisht një me një të ne transferohen në çmime për konsumatorët vendor. Pirë. Atëherë, adhurim, falenderoj shumë që ishe në këtë linjë direkte për diskutuar për këto çështje. Faleminderit, ishte kënaqësi, e shpresoj që kemi hedhë pakës dritë mbi këto zhvillime. Po, patjetër. Faleminderit shumë. Ndërsa tani është koha